Unë quhem Lira, 27 vjeç. Nuk jam gruaja që mendoni. Nuk jam nën. Nuk jam grua e dikujt. Jam komandante e një njësie speciale. Për 20 vjet kam udhëhequr burra në misione të rrezikshme. Kam parë luftë. Kam parë vdekje. Kam parë gjithçka që një njeri mund të shohë. Por ky nuk është një tregim lufte. Ky është një tregim për atë që ndodhi pas misionit të fundit. Për atë natë në pyll, me 5 ushtarët e mi. Për atë që bëm, dhe përse tani jam e ngopur. Jo nga ushqimi, jo nga lodhja, por nga diçka më e thellë. Kishim qenë në pyll për 12 ditë, pa kontakt me botën, pa civilizim, vetëm pemë, baltë dhe njëri tjetri. 5 burra dhe unë, e vetmja grua. Ata ishin ushtarët e mi më të mirë. Beni, 34 vjeç, i qetë dhe besnik. Kreshniku, 41 vjeç, me duar të mëdha dhe buzëqeshje të ngrothë. Iliri, 29 vjeç, i ri dhe plot energji. Gjenti, 38 vjeç, i mencur, që mendon para se të flasë. Dhe Luan, 45 vjeç, komandanti i vjetër që dikur ishte shefi im, por tani ishte në urdhrat e mia. Misioni përfundoi, armiku u dorëzua, e fituam. Por natën e fundit, para se të ktheheshim në bazë, diçka ndodhi. Diçka që nuk e kisha planifikuar. Diçka që më ndryshoi. Ishim ulur rreth zjarit. Dikush nxori një shishe raki. Dikush tjetër filloi të këndonte një këngë të vjetër ushtarake. Por në sytë e tyre pash diçka tjetër. Pash respekt. Por edhe pash dëshirë. Beni foli i pari. Komandante, ne nuk do të ishim këtu pa ty. Ti e gruaja më e fortë që kam njohur. Kreshniku shtoi. Dhe jo vetëm e fortë, je edhe... Ai ndaloi duke kërkuar fjalën e duhur. E bukur, tha Iliri pa turp. Po, e bukur, dhe ne të gjithë e dim këtë. Unë qesha, por brënda meje diçka u zgjua. Ishte ndjesia që më kujtoi se isha grua, jo vetëm komandante. Dhe ato fjalë, të thëna pas 12 ditësh lodhje dhe afërsie, më prekën në një vend që e kisha mbyllur prej kohësh. Atë natë, pasi shishja u zbraz dhe zjarri ul, unë mora një vendim. Nuk ishte emocion, ishte zgjedhje. Unë ngrita, i pash një nga një dhe thash: Djente, unë e di se çfarë ndjeni, dhe nuk kam turp. Por nëse do të ndodh diçka, do të ndodh në termat e mia. Të gjithë së bashku, apo askush. 5 çifte sysh më pan në heshtje. Pastaj, një nga një, ata u ngritën dhe erdhën drejt meje. Çfarë ndodhi atë natë mbetet mes nesh. Por unë mund të them këtë. E bera atë punë. E bera me të gjithë. Jo nga detyrimi, jo nga mëshira, por sepse për 20 vjet kisha dhënë gjithçka për ta, dhe atë natë ata më dhanë diçka mbrapa. Nuk ishte vetëm seks, ishte shkëmbim, fuqi, intimitet, një lloj faljeje për të gjitha netët që kisha kaluar vetëm. Tani, 2 javë më vonë, jam kthyer në jetën time normale. Ulur në taracën time, duke pirë kafe, duke parë perëndimin. Por ndihem e ngopur. Jo e ngopur nga ushqimi, jo e ngopur nga puna, por e ngopur nga vëmendja, nga prekja, nga ndjesia se për një natë unë nuk isha komandantja që merr urdhra. Isha thjesht një grua që merrte atë që donte. 5 burra, 5 trupa, 5 mënyra të ndryshme për të më prekur. Dhe unë i përjetova të gjitha.
Tani, kur më shohin në bazë, ata më respektojnë akoma. Por ka diçka tjetër në sytë e tyre. Një shkëndije fsheth. Një sekret që na lidh. Dhe kjo nuk më dobëson. Më bën më të fortë. Por unë nuk jam e ngopur vetëm nga kënaqësia. Jam e ngopur nga liria. Për 20 vjet kam luftuar për të qenë e respektuar në një botë burrash. Kam provuar se jam e fortë. Kam provuar se mund të udhëheq. Por atë natë kuptova se nuk kam pse të zgjedh midis forcës dhe butësisë. Mund të kem të dyja. E bera atë punë me 5 ushtar dhe nuk ndihem fajtore. Nuk ndihem e ndyrë. Ndihem e plot. Sepse për herë të parë në shumë vite, unë nuk po jepja diçka, po merja. Ata burra më dhanë atë që kisha nevojë, pa kërkuar gjë tjetër përveç pranisë time. Dhe unë ja dhash. Lirisht. Tani, unë jam një grua e qetë. Jo sepse nuk kam më dëshira, por sepse ato dëshira u plotësuan. Ndonjëherë, natën, mendoj për atë natë në pyll. Për duart e tyre. Për tingujt. Për ndjesin kur 5 burra po të shikojnë si kur të ishe e vetmja grua në botë. Dhe buqesh. Jo nga nostalgjia, por nga mirënjohja. Sepse tani e di. Unë jam e fortë. Jam e aftë. Jam e dëshirueshme. Dhe nuk kam nevojë për asgjë më shumë nga askush. Unë jam e ngopur. Jo e ngopur në kuptimin që nuk dua më, por e ngopur në kuptimin që nuk kam më nevojë të kërkoj atë që më mungon. E kam gjetur. Dhe e mbaj. Në mëngjesin e sotëm, u zgjova dhe pash veten në pasqyrë. Pash një grua 47 vjeçare, me flokë të finjur dhe rrudha rreth syve. Por sytë e saj ishin të ndezur. Si dikush që ka parë diçka të bukur. Si dikush që ka prekur dhe është prekur. Si dikush që nuk ka frikë nga e nesërmja, sepse e di, unë jam e ngopur, dhe kjo më bën të lirë.